Kurse ka pas edhe projektin e gasit ose gasifikimit të Kosovës, ku kemi pas mundësinë me prodhu edhe energji përmes gasit amerikan, që do të vinte nga Greqia përmes Shkupit deri në Prishtinë, por ai projekt u refuzua nga ana e shtetit tonë edhe për fat keq është jashtë agjendës aktuale. Tani si deputet i Kuvendit të Kosovës, marrë parasysh festimeve që organizohen sot nga ambasada, cila është marrëdhënia sipas juve dhe cila është domethënia e raportit me Shtetet Bashkuara të Amerikës? SBA është partneri kryesor i Kosovës. Është aleati më i madh që ne e kemi. Dhe duhet të jemi krenarë dhe të mburremi çdo ditë me këtë aleancë. Dhe besa duhet ta forcojmë këtë aleancë çdo ditë, e jo ta zbehim. Pra, fokusi duhet të jetë ka forcimi i aleancës. E aleancat forcohen me komunikim korrekt, me koordinim, me bashkëpunim të mirë. Sot ne jemi në një situatë të rëndë për vendin dhe kur më së shumti na duhet ky partneri ynë strategjik është i heshtur për momentin. Nuk kemi asnjë... I heshtur është për fajin e Kosovës si politik? Nuk e di çka thonë, thonë të drejtën. Por është i heshtur të tyre. Është i heshtur dhe kjo heshtje e tyre është friksuese. Edhe është brengosëse. Heshtja momentale e partnerit ton më të madh strategjik është për breng, edhe për mu shqetësu ne të gjithë. Dhe në fakt ne bojmë edhe thirrje. Edhe duhet me bo thirrje një ditë edhe më serioze. Ju lutem, ejani e na ndihmoni në këtë blokadë aktuale që jemi e që nuk po dimë edhe si të dalim nga kjo. Pse dorën zemër presidenti Trump e kishte përmendur Kosovën ja 2-3 herë në çet periudhës së fundit. Apo keni replikë zonja Jeta? Raportet në mes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës janë historike, janë të forta dhe janë të pasavendësueshme. Ktu është pa ekuivok, këtu s'kemi. Për çfarëdo agjende mediokre politike nga asnjëri nga ne, këto raporte shekullore e që nuk kanë bëjmë vetëm me tashmën, por edhe me të ardhmen, nuk duhet të vihen në pikpyetje e as të flitet ndonjëherë në konotacion të zbehjes së këtyre raporteve. A nuk janë zbehur këto raporte? Absolutisht, ne kemi raporte jashtëzakonisht të shëndosha. Ne kemi parë që qeveria amerikane vazhdimisht ka mbështetur dhe ka përshëndetur hapat të cilat janë marrë nga ana e qeverisë, qoftë në rrafshin e shtrirjes së sovranitetit dhe integritetit, qoftë në kuadër të projekteve që zotëri Zoga i përmendi që nuk është gazi, po janë të tjerat, po në kuadër të MCC-s, që janë vazhduar me projektin e investimeve që do të bëhen në kuadër të Kekut e që do të mundësonte furnizim më stabil të energjisë, nga qymyrit të cilën ne kemi në dispozicion e jo në vartësi të importit, gjithashtu dhe sipas analizave tona që ka dalë të jetë 3 fish më lirë se sa potencialisht me gaz. Pra çështja e gazit mos harrojmë, asnjëherë nuk ka qenë propozim i ardhur nga ta, mirë po ka qenë propozim i qeverive të kaluara. Në kuadër të analizave tona është menduar që pse të shkojmë në 2 herë tranzicion nga qymyri në gaz dhe pastaj nga gazi në energji të ripërtërishme, kur këtë mund ta bëjmë direkt përmes energjive të ripërtërishme, gjithashtu dhe investimeve që ne mund t'i bëjmë në KEK. Kështu që këtu s'ka të bëjmë me mohim, këtu ka vetëm me ripërshtatje në kuadër të kontekstit dhe eficiencës ekonomike dhe aspekteve praktike që është përcaktuar kjo qeveri. USAID bashkë me MCC dhe me aktorë të tjerë kanë qëndruar vazhdimisht përkrah edhe Ministrisë së Ekonomisë dhe ekipeve tjera që kanë punuar në strategjinë e energjisë edhe